Përshëndetje shikues të televizionit Syri dhe të emisionit Bisedë. Jemi bashkë edhe këtë pazite, po shpresoj që keni pas një fundjavë të këndshme dhe i keni realizu aktivitetet që i keni planifiku për fundjavë dhe tash jeni bogati me njësë javën. Në këtë pazite, unë kam një mysafire të veçantë me cilën do të bisedojmë për një qendër të re që është hapur në komunën e Gjakovës dhe faktikisht është qendra e vetme e këtij lloji në Kosovë. Për më tepër do të bisedojmë me Mimoza Bytyqi. Mimoza, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Është kënaqësi më të pas në studio edhe me fol për qendrën e re Atelier Drin Studio. Mimoza, është qendra e parë e këtij lloji në Kosovë, nga lindi ideja për hapjen e kësaj qendre? Po, Genta, na jemi në qitë fush, punojmë me fëmijë, kemi kopshtet e fëmijëve, qendrat, mandej duke qenë qitë fush të eshes që në përbot zhvillohen aktivitetet ndryshme, edhe kom pa që ka atelje, ka studio për fëmijë që janë vetëm posaçërisht për punime, për punëtore, për zhvillim të artit. Atëherë ato kom këqyr mundësitë edhe më ka dok lokacioni më i përshtatshëm që me qenë në Artel, për shkak që qendër tregtare, edhe për shkak të parkingut, prindërve edhe të kohës, gjatë kohës që përnë të sjellin fëmijët, më ka dok mas shumë të e përshtatshme edhe për shkak që mos me qenë fëmijët vetëm Gjakovës, po me qenë edhe Tretit edhe qyteteve tjera. Pra qëllimi prej gjithë Kosovës fëmijët mundën me ardheve me zhvillu aktivitete artistike që janë të fushave të ndryshme, do me tonë kryesisht fushës artit, po ka skulptur, piktur, pundore, edhe kryesisht është promovimi i materialeve të reciklueshme, kjo për arsye se fëmijët me qenë sa ma praktik. Na përdim tendencat e fundit që përshkojnë drejt reciklimit edhe energjia e përtritshme, këto krejt duhet mi përshtat që fëmijët me qenë sa ma praktik, sa ma komod në qëtë fushën tonë. Pra, si është një ditë tipike e një fëmije në ateljen Drin? Si kesh me qenë? Atelja Drin Studio punon me orare caktune. Do më thënë gjatë ditëve të javës, hapet për orës 5 dhe në ora 9, ndërsa në fund të javë për 12 dhe në ora 7. Fëmijët, përveç të dieleve që i kemi festat që i bëjmë si parti për fëmijë, është organizune ditëve tjera fëmijët e ka një orë qëndrimi që është 3 euro, prindi mundet me sjell kur do, nuk është të thone që me orë caktun, vetëm që afatit kohor që ne punojmë, prindi mundet me sjell një orë që përzgjedhaj vetë. Përzgjedh prindi orë? Gjatë asaj kohe, çdo ditë është një temë e caktuar që ka më zhvillu, kur ta përfundon qatë punimin, temën që kemi më zhvillu, mandej punon edhe për aktivitetet lira, çdo herë janë edukatorë dhe edhe mësuesit janë me të, që për me ndihmu në aktivitetet që mësë një do këtë fështira, që më një rahat edhe me shiu më knaq. Fëmija gjatë qasë e kohë vazhdimisht është aktiv. Komplet këtë periudhë është e rëndësishme edhe edukimi edhe me qenë në vazhdimsi. Ajo që ka qenë kryesore, ka qenë zhvillimi teknologjisë i hofshëm. Edhe na kemi pasur, çdo kush kemi fëmijë të shtëpia ose në familje, në rrugë, në lokal, edhe çdo ku fëmija me teknologji. Atëherë na kemi mendu që gjatë qësej kohë, fëmija me ardhë mi riparu ato domet që bohen për teknologjisë. Se puna, si pas Doltos, që thot, nëse fëmija lunë një orë, nëse rrinë fëmija një orë në teknologji, duhet pa tjetër, mi pas 11 orë gjumë, po një orë duhet obligative me qenë jashtë me lujtë me zallë dhe me gurë. Edhe qajo na qatë zallën e nuk e kemi natural, mirë po e kemi zallën që fëmija mundet me ardhë me lujtë dhe me kriju figura me ta, që për më përmirësu domet që janë bo për teknologjisë gjatë qëndrimit tin teknologji. Shumë ide e mirë edhe qëlluar, po si po shkon puna, ka interesim të fëmijëve dhe të prindërve që vinë në qendër? Me thonë drejtën Genta, i ka të i kalu përqmëj tona. Na, ade, i kemi pas, e kemi rjetin tonë, që kemi shumë qendra, edhe kemi shumë fëmijë prind që jemi që njihem. Edhe kemi mendu që dikush pa pru njëherë me provu nuk e len. Mirë po kanë ardhë dhe njerës që nuk e njofin, kanë ardhë njerës vinë për Ravecit, për PS, për Deçanit, edhe ajo i ka të kalu për qmëjtë tona. Na halasinojmë që numëri me qenë ma i madhë. Mirë po për qmëjtë s'kanë qenë për që ka që hofëshëm për me marrë jehonë. Kjo është që gjdo fëmi që vjen ndohet i knaqën.
Të në qëto fëmijë që është e shijon. Se na kur e shohim fëmija që po heziton në aktivitet, pak më të vështirë, e lehtësojmë edhe e lojmë ai edhe diçka me bo për qef. Po krejt është qëllimi të vëmendja. Gjatë punës fëmija sa e bën një aktivitet pundore, për shembull me pej, ose me karton, ose mozaik, skulptur me argjill, ajo është i përqendruar, është i fokusuar komplet gjatë asaj kohe, edhe po shijojnë. Edhe shijojnë, edhe socializohen në të njëjtën kohë. Po, sidomos këto festat e dielës që bëjnë parti që po organizohen, është festë që bëhet 2 orë, edhe ajo në fillim njofton fëmijët mes veti, mandej kanë aktivitete. Na mundohem me nxjerr aktivitetet e dielës çdo herë me qenë diçka që fëmija me mësu një teknik që ku shkon të shtëpia me e bo. Tash, ose me bo argjillen, me punu argjillen me materialet reciklushme, ose punimet që me bo me karton edhe me bo që ashtu pallomat i lagën e i bojnë me ngjyra që me bo çdo herë është qëllimi që qitë aktivitet që zhvillojnë, mos me qenë thjesht një aktivitet, po me qenë diçka që munden ata me pas si virtyt edhe me përdor sa herë që të ka nevojë. Mimoz, kemi shumë materiale që i shohim që i përdorin, do t'i shohim në ndërkohë dhe pamjet pas pak u besoj, po sa po e ketë vështirë me i gjetë këto materiale, se disa prej tyre janë edhe unike që nuk janë në kopshtet e zakonshme, janë pak më ndryshe, sa po ke vështirë me i gjetë? Nuk është, kryesisht nuk është e vështirë se të na kem që janë marrë me arkitekturë punimet, do më thonë kartonat i marrim ata që punojnë arkitekturë, këto argjillen e këto nga skulptorë, do më thonë ka materiale mjaftueshme, kryesisht kemi edhe materialet reciklueshme, po them që është qëllimi kryesor është që fëmija le të largohet prej teknologjisë. Mirë, po fëmija ka një rast do më bëj dikujt një dhuratë, një diçka, edhe na peshojmë sa rëndësishme sot këtë firmat më të njofta e i drejtohen me drejt shkrem busullave. Edhe na kem qef që fëmija me marrë diçka me bo vetë mi punu dikuj. E zakonisht kur t'ja jep ti këtë përvojë, ai më nuk e ka problem, është shumë praktik. E gjeni material, e krijoni punim, e që është qëllimi kryesor është që fëmijët tonë t'jenë sa më praktik edhe zhvillohen sa më mirë. Tash pas kem afër edhe 8 marsin, po besoj që fëmijët kanë me punu. Kemi menduar një aktivitet shumë veçantë. Diçka. Mimoz, cilat janë rregullat për pjesëmarrje, për kërkesa, për regjistrim, si duhet me ardhmë me u regjistru dhe si qëndron edhe mënyra e pagesës? Genta kryesisht në fillim o desh që kjo ka qenë pika ma e vështira me mendu rreth qësej qysh me vendos, a me bo mujor, a ditor, ora orari, ashtot, edhe këtë në fund jo marrë në përfundim që nuk është mujore. Le t'i luajmë edhe është orar, është orë, përveç të dielës, që pëthëm që është organizune, du të më rezervu këto ditëve tjera, është kush don që prej moshës gjatë ditëve t'javës, gjatë ditëve që s'ka organizim, çdo fëmijë mundet me marrë pjesë prej moshës 2 vjeç deri në 12 vjeç. Mirë, po në organizim, na për shkak të aktivitetit e kufizojmë moshën. Edhe jemi mundu edhe me çmim që me konë i kapshëm për prindin, se nëse na i këqyjmë materialet sa që trajta janë, na del një çmim ose këtë mjetet që ka shkojnë gjatë akti aktiviteti, neve na del një çmim jo i përballueshëm aq thjesht. Mirë, po jemi mundu që fillimisht shkojmë me çmime sa më të ulta. Do të thonë një orë është 3 euro. Me orë? Me orë, është një orë, do të thonë vjen fëmija në 5:15 deri në 6:15. Mana që asaj kohë fëmija i bën 3 deri në 5 aktivitete, cilat të gjitha përdorin material shpenzues. Edhe kryesisht i merr me veti punimet. Vetëm kur prind se tash edhe aty në grumbullohen te shtëpia, ashtu kur ti tentojnë që me loni thojmë na çepë lëm, po bëjmë ekspozita, dhe fëmia mundi mirë marr me gjet punimin e vet. Se kryesisht për shembull punojnë rruza, punojnë me argjill, një vazo, mbajtësit lapsave, edhe këtë ato pikturat, ato këtë i marrin me veti. Shumë ide e mirë, vjen prindi me fëmijët edhe dëshiron t'i kryjë disa punë Gjakov, po foli për ata jashtë Gjakovës, edhe lirisht e lën fëmijën aty, e din që kanë diku sigurt edhe është duke marrë me një aktivitet të rëndësishëm. Për shembull, a ndodh që me bu edhe identifikimin e talenteve në këtë qendër përmes aktiviteteve që i ofroni?
Tash, ajo talentet identifikohen veta, dhe nuk është nej ashtot, po mirë po na nuk e kemi vegzën tjetër, rrethin tjetër ku me dërgu, ku me drejtu. Na diskutojmë me prind që ka talent për qëtë fush, ose është shumë i sakt në të prerje, shumë i sakt në vizatim, vija, ose i kombinon ngjyrat, e zakonisht mundon me fokusu dhe të fotografia që mi pa dhe tjerët, për shembull, një vajzë kur ngjyrosi, bën krejt durt me ngjyrë, mandej në cept e merr i kombinon dy ngjyra bashkë, tre ngjyra bashkë, me nxjerr ngjyrën që i përshtatet asaj, është ajo talent. Mirë po, na vetëm që diskutojmë. Me prindin. Po, me prindin patjetër. Normal, është i rëndësishëm. Edhe me fëmin, edhe ja bojmë me dije që kjo që ke ti është shumë e rrallë, nuk e kanë krejt fëmijët që shtot. Duhesh me zhvillu hala ma tepër, duhesh me shiku, me përcjell, me punu. Për dallim edhe prej shkollave dhe institucioneve tjera, për shembull te ju fëmia edhe motivohet, ndoshta edhe për gjën më të vogël që e bën, çka është e rëndësishme se normale. Edhe kritikat janë të mirë se ardhura, por ndonjëherë fëmijët kanë nevojë me u trajtu pak më aty nuk kemi kritika, domethënë aty vjen fëmia për shef dhe zhvillohet. Edhe çto dashna mund të lidh për shembull që ne ka kalu pritshmëritë ardha e fëmijëve dhe interesimi i prindve për shkak se për ata prind që nuk kanë shumë njohuri, shka ndikon arti të fëmija në zhvillimin e fëmis, kjo është luks. Atë është thjesht luks. Për ata prind që kanë njohuri, që e din, sa ndikon puna dorës, puna artistike, përqëndrimi në zhvillimin e fëmis, loja, iniciativa me përfundu, me fillu diçka dhe me përfundu në kohë caktune dhe me përfundu mirë, më mundu sa ma mirë, është për ata e din që e bin me njëherë kanë sjellë për fillimit. Se rezultatet do të vrehen do e mos në të ardhmen për aktiviteteve tilla. Na për kemi prej prindve, për kemi feedbackin që grupi marrin, për janë shumë qetë, për ndryshe prej lojrave elektronike këto që pas lojës janë agresiv fëmijët. Edhe kryesisht nuk është janë shumë që na thojnë grupi marrën fëmijët për janë shumë qetë, se ajo është në paqe me veten, ai ka punu, ajo është zhvillu, ka zhvillu artin e vet brendshëm, edhe ai undi i përmbushur kur ka realizu atë punim. Nuk na ka ndodhur me dalë fëmijë ty qajt. Dhe në kryesisht, do më thonë, janë të lumtun, janë të qeshur, e marrin punimin me veti, nështë ta në pamje të thjesht, nuk do këtë diçka, po dojnë me marrë pa tjetër, adin me pas, po ndihen krenar për qatë punë që e kanë po. Mimoz, të bohen shumë vite që merresh me fëmijë, me aktivitetet të ndryshme, sa po e vrejnë vetëdijsimin e prindërve, e folëm pikërisht tash këtë temë, apo mendon që janë vetëdijsu prindërit në këtë aspekt që fëmijët kanë nevojë edhe për aktivitete shtesi jashta kopshtit, jashta shkollës, ku munden me gjetë veten, siç është në këtë rast qendra juaj? Gjenta tash prej vitëve në vit dallon interesimi e prindve edhe vetëdijsimi i prindve, mirë po edhe shumica prindve janë duke punu më orare gjata. Edhe për ta është lodhja përveç shkollës, përveç një aktivitetit të obligum të shkollës që i nimon për mësim për aktivitetet tjera. Po une aty mendoj që në Gjakov janë shumë vetëdijshëm për zhvillimin e fëmijëve, se edhe për telefona na kem pas si problematikë në kopsht. Si kur vike fëmija ish kërkesa jonë, ishte limitimi kohës së telefonit, si e sjellshin fëmijën në kopsht. Edhe në fillim, bile në fillimet e para, ka pas prind që kam pas fëmija, ka pas iPadin qëndë. Edhe mandej tash është kuptu që nuk guxon, bile drejt e deri atje, as prindve nuk ju lejojnë mos ja jep fëmijës telefonin. Domethënë se na shohim që aktivitetet ndihmojnë gjithçka ndihmon në zhvillimin e fëmijës, edhe një qasje mirë po shka mas shumë të këtë i rëzën poshtë është përdorimi i teknologjisë në mënyrë të pakontrollune. Se ata nuk janë të bo një program, nuk janë të punu, ata thjesht janë të lujtë edhe
të përthith këtë ajo shka është aty edhe të largu realitetit, se ata fokusohen aty dhe jetë aty në lidhe drejt për drejt me lojën ose ato shkan të këqyn YouTube edhe largohen për realitetit edhe fëmit në iken, duhet një largu teknologjin me këthy kana, me punu me ta, me full me ta, që mi pas fëmit e tonë prezent. E mësme, se tash edhe tritujt, ata ne emi shembulli konkretit të ne, se na dalim për me pi kafe shumica për i nesh, dalim për me pi kafe, po tankon jemi në telefon. Fëmija imiton sjelljen e prindit. Patjetër është për shembull ai edhe mënyrë intuitive, edhe jo më thonë që po du me imitu gentën nëse mimozen, mirë po ai mënyrë intuitive të shet ty edhe e përsërit e veprimin tonë. Këto, do më thonë, mënoha me kontaktu, me komuniku me prind, ka fillu vëdisimi, kanë fillu tonë me ditë, gjithë me ditë prind që nuk është nëse teknologjia përdoret edhe vonohet e folnja, ajo është seni mas pakti që mundë me po. Sene tjera që nuk mundë me po janë shumë matë mëndoja. Folëm për teknologjinë sa është e dëmshme për fëmijet, por po besoj që ty të hynë në punë her pas hera. Sa po mund është me qëndruti me këto trendet se shumica gjanave po i kemi tash në teknologji, duhet me ditë edhe mja marrë edhe anë të mira, edhe ti si e rritur normale dhe në fëmijet e kanë vështirë me identifiku gjanat pozitive dhe negative, por për ty po besoj që është një ndihmesë dhe sa po ja del me qenë në hap me teknologjinë dhe trendet e fundit. Po, për këto në studio, për ndrinë studio, përveç muzikës, përveç zërimit, nuk është që përdorim. është një televizion aty që mundohem me nalë her pas herë ku qëjmë fëmija që për e shikon. Mirë po, për kopshte kemi bërë zgjidhje me projektor. Për shkak që nëse është televizioni aty, është një moment i vështirë edhe për mua dhe për krej që tash na e dim që nuk është bashkë thjesht me menaxhu me fëmijë. Edhe të ershan diku e rrit dozën pa vedije. Kështu që nuk është televizioni heq aty. Na vazhdimisht punojmë me projekte që duhet më prezentu. Duhet fëmijët me ditë pak a shumë shka ka mësojnë. Ato e zhvillojmë me projektor. Atë na qëto ndërlidhe me teknologji, për ndryshe mënohem me qëndru sa ma largë, për shkak se jo një institucione tjera që merren posaçërisht me teknologji, edhe e kanë të kontrollune edhe e dinë saktësisht çka bojnë e çka mbrin të fëmija. Na nuk kemi ekspert asaj fushë dhe mundohem, pasi që s'jemi, mundohem sa ma largë. Mimoze, qka e kem plan me bo tjetër me qendrën? A ka në i plan për në zgjerim të aktivitetit, qka do të ketë? Edhe pse sa është hap, është e mbushur plot me aktivitete, po e di që ti s'ndalesh edhe ide të lindin kështu, her pasire, kështu që i shtën aty brenda qendrës. Gjatë verës i kemi edhe një plan të ri, e cilën ma vonë e bojmë me dje, e kemi më zgjeru, me dalë pak edhe natyrë, jemi të punu, të mënu rreth ideve të reja, kështu që në momentin që njëri nalet edhe nuk mendon, nuk ka ide të tjera, atëherë është i kënaqur me vetveten edhe këqyr veç me hongër produkte të cilat i ka zhvillu. Na hala që jemi të kënaqur me vetveten, na hala kërkojmë shumë për vetit, është veç jemi në fazën fillestare hala. Më rëndësi jeni duke punu. Që kam ka bu për shtypje është organizimi i ditëlindjeve, që është pakës më ndryshe se sa ato të zakonshmet që vinë me një ëmbëlsirë në mes. Ju e bëni pak më ndryshe, të flasim pak edhe për këtë pjesë. Po, faleminderit shumë Gjenta për këtë pyetje. Një për aktivitetet cilat zhvillojnë ndër studio është edhe aktiviteti ditëlindjes. Mirë po, aktiviteti ditëlindjes është me punime, nuk është me lojra, është me punime kryesisht, për shembull vjen prindja dhe caktojmë një punim ose dy punime të cilat kanë për më zhvillu gjatë kësaj kohe, mandej torte nuk ka. Dhe nuk e preferoj tortën për shkak që tortja shumë e mirë. Mirë po, për fëmijë, edhe që bëhet me marcipana me këto, besoj që është e dëmshme. Bashkëpunojmë me një gru nga shtëpia, im ne i sill muffincat, edhe ato ëmbëlsirat e vogla, fëmijët kanë me i zbukuru vetë. I zbukurojnë vetë, edhe gjithë kusht vetin e hanë, edhe qaqë përfundojnë ëmbëlsira. Amo kështu të kryesisht shkon me aktivitete, me piktur, me ngjyrosjet një çante, me ngjyrosjet një majice, dhe varësisht me prindin që shbim në di për me zhvillu. Mundet me gjithë prind vetë aktivitetin që dojnë, para prakisht? Po, edhe një aktivitet tjetër kem pas që, për shembull, e ka organizu ditëlindjen në këtë forma tjera, mirë po aktivitetin ja kemi organizune.
E qartë. Ndërka që ndonjë bashkëpunim me shkolla, a keni mendu? Kemi pas një bashkëpunim me grupin e gjellë për shkollës Mustafa Bakia, kanë ardhur dhe kanë zhvillu një aktivitet. Ne jemi të hapur për çdo kënd. Po, normal, edhe duke u zgjeruar dhe mandej mundohemi për shtat kërkesave, mundohemi për shtat kërkesave të mësuesit, nevojave të fëmijëve, edhe i sigurojmë këtë materiale çka është e nevojshme për çat punë jemi, çatu jemi. Patjetër. Mimoza, ishte kënaqësi për mua që të pata në studio edhe diskutuam për Drin Studion që ofron një ambient të këndshëm për fëmijët tuaj me qëndrim disa orë edhe në ndërkohë edhe gjatë vikendit, po ashtu ofron një mundësi që fëmijët me qëndru aty. Nëse më ka mbetë diçka pa të pyetje që dën me ashtu për qendrën Drin Studio, Atelien. Genta, më duket që shumicën e përmbledhem, nuk me diçka për më ashtu, është vetëm që kush është interesu, mundet më ardhë vetëm për me po dhe më informu nga ofër. Faleminderit Mimoza. Faleminderit edhe për juve, çdo të mirë, suksese në punën e përditshme që bëni të palodhshme. Faleminderit shumë. Ndërka që mes tani mund t'i ndiqni disa pamje të ambientet të Drin Studio edhe pastaj rikthehemi për të bërë mbylljen e emisionit. Me që të emisionit Bised, faleminderit që shëndruat për këto minuta me neve, po shpresoj që ju ka pëlqyer krejt që ka kishim përgatit për ditën e sotme. Unë po le ta kem sërish herën tjetër e ju vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit Syre. Tong tong.